A ka ndonjë pjesë të trupit të njeriut që mbart më shumë mister, më shumë turp, më shumë ndalesa se organet gjenitale? Që nga fëmijëria mësojmë t'i fshehim, të mos flasim për to, të mos i përmendim me zë. Por pse? Pse një pjesë kaq natyrore e trupit ton është kthyer në një sekret që askush nuk guxon ta shpalosë? Organet gjenitale janë të vetmet pjesë të trupit që nuk i shohim dot vetë përveçse me pasqyrë. Ato janë të ndryshme për çdo njeri. Dhe nuk është fjala vetëm për formën apo funksionin, por për ndjesinë që mbartin. Aty përzihen turpi, dëshira, fuqia dhe pasiguria. Janë ato që formojnë identitetin ton më të thellë, por njëkohësisht ato që na mësohet t'i mohojmë. Pse ndodh kjo? Pse gjithë shoqëria është ndërtuar mbi rregulla që lidhen me to? Religionet i rrethojnë me ndalesa. Kultura i mbulon me heshtje. Shkenca i analizon, por pa shpirt. Arti i lartëson. Por njeriu i zakonshëm, ai nuk guxon të flasë. A e ke menduar ndonjëherë sa fuqi mbartin? Luftërat janë bërë për to. Dinasti janë rrëzuar për shkak të tyre. Dashuritë më të mëdha, por edhe tradhtitë më të dhimbshme, kanë lindur prej dëshirës që ato nxisin. Nuk janë thjesht organe. Janë simbole të jetës, të krijimit dhe ndonjëherë edhe të shkatërimit. Që në moshë të vogël na mësohet të kemi turp, nga to na ndalojnë t'i prekim, t'i përmendim, t'i kuptojmë. Turpi nuk lind me ne. Turpi programohet. Ai futet në mendje nga prindërit, nga shoqëria, nga tradita. Dhe kështu njeriu rritet pa i njohur trupin e vet. Shkenca flet për hormone, për riprodhim, për funksione biologjike. Por ka diçka më shumë. Ka kultura që besojnë se aty në qendër të trupit qëndron forca jetësore. Energjia krijuese. Drita që ndërlidhet me shpirtin. A jemi ne njerëzit modern ata që kemi harruar një të vërtetë më të thellë? Në kohët e sotme gjithçka është e përzier. Disa e ekspozojnë gjithçka, të tjerë i fshehin edhe më shumë. Por në të dy rastet mungon një gjë. Kuptimi. Njohja e vërtetë. Jo vetëm e trupit, por e energjisë që ai mbartë. Dhe ja ku vjen pyetja më e madhe. A mund ta duam veten plotësisht pa pranuar çdo pjesë të saj? A mund të jemi të lirë pa njohur trupin ton? A mund të zgjohemi nëse vazhdojmë të jetojmë me turp për jetën vetë? Organet gjenitale nuk janë turp. Nuk janë vetëm dëshirë. Nuk janë vetëm mjet riprodhimi. Ato janë lidhja jonë me fillimin, me krijimin, me vetë ekzistencën. Kur ta kuptojmë këtë, kur ta pranojmë këtë, atëherë fillon zgjimi.